Horoskopi ditor e Mërkur, 11 mars 2026. Dashi. Hëna e sotme mund t'ju frymëzoj të ndryshoni mjedisin tuaj në një farë mënyre, të dashur dash, ose mund t'ju ndihmoj ta shihni jetën tuaj pak më ndryshe dhe mund të jetë freskuese. Mund të dëshironi të çliroheni nga e kaluara, siç janë lidhjet me gjërat që nuk mund të jenë më pjesë e jetës suaj, ose është një kohë për të kërkuar mundësi personale, veçanërisht në lidhje me shërimin, shëndetin mendor, mirëqenien emocionale, mbështetjen financiare, shtëpinë, pronën dhe familjen. Mund të jetë një kohë kënaqësie emocionale dhe pranimi. Përmirësimet në jetën tuaj shtëpiake ju bëjnë të ndiheni më të sigurt në përgjithësi. Demi. Njëra anë juaj është e hapur për të folur, tjetra e menduar dhe vëzhguese në fillim të sotëm, i dashur Dem. Kjo nuk duhet të përbëjë shumë problem për sa kohë që gjeni mënyra për të kënaqur të dyja nevojat. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj të intimitetit dhe ju tërhiqeni nga përvojat dhe aktivitetet që ju ndihmojnë të kuptoni më mirë funksionimin tuaj të brendshëm dhe motivimet e njerëzve përreth jush. Megjithatë, kjo mund të jetë një javë e mrekullueshme për përfshirje me miqt, grupet ose ekipet. Rrethanat janë të tilla që ndiheni më shpresdhënës, pozitiv dhe optimist. Perspektiva juaj mund të ndryshojë plotësisht në një mënyrë shumë pozitive, përmes një miku ose informacioneve të mëtejshme që ju vijnë. Binjakët. Hëna e sotme ju shtyn të kërkoni shoqëri ose reagime nga dikush i veçantë, të dashur binjak. Kjo mund të mos jetë intuitive në fillim, pasi një pjesë e juaj është më e përqendruar në qëllimet tuaja personale ose profesionale, dhe lirimi i kohës për gjëra të tjera mund të duket sikur po bëni një hap prapa. Megjithatë, të kushtoni vëmendje të duhur atyre që ju mbështesin dhe që janë të dashur për zemrën tuaj sot mund të jetë shpërblyese. Energjitë janë gjithashtu të mira për rritjen e besimit në çështjet tuaja praktike. Ndjenja juaj e vetvlerësimit është e fortë dhe qëllimet tuaja afatgjata, veçanërisht ato profesionale ose financiare, janë më të kënaqshme. Është një kohë e shkëlqyer për të ndjerë më pozitiv në lidhje me vlerën tuaj për të tjerët dhe për talentet tuaja. Kërkoni mundësi të dallueshme për të përmirësuar punën, gjendjen financiare dhe reputacionin tuaj në këtë kohë. Gaforia. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj të punës, rutinës dhe shëndetit, i dashur gafore, dhe kujdesi për biznesin dhe kujdesi për detajet e jetës suaj janë shtysa më të forta. Tranzitet e sotme gjithashtu nxisin entuziazmin dhe ndjenjen tuaj të sipërmarrjes krijuese. Ka një cilësi të re në punën dhe personalitetin tuaj tani. Po eksploroni ide dhe qasje të reja, po mësoni gjëra emocionuese dhe po lini mënjan elementet më të ngurtë të jetës suaj. Është një kohë për të mbledhur frymëzim ose për përparime në të menduarit tuaj. Luani. Hëna e sotme ju kujton të argëtoheni dhe të argëtoheni, i dashur Luan, dhe ndoshta të bëheni romantik ose krijues. Ju keni nevojë për atë shkëndij shtesë tani. Për fat të mirë, tranzitet e sotme mund të tregojnë përparime në një nivel psikologjik ose intim. Ndihma dhe mbështetja e të tjerëve gjithashtu mund të ndërtojë vetbesimin tuaj. Po lejoni energjinë pozitive tani, gjë që krijon hapësirë për mundësi të reja. Idetë rreth borxheve, mbështetjes ose varësive mund të jenë veçanërisht unike dhe të dobishme sot. Ndiheni veçanërisht entuziast dhe optimist, dhe të tjerët të shijojnë bisedën tuaj dhe ju shohin si një person të veçantë të besuar. Virgjëresha. Hëna e sotme ju inkurajon të ngadalsoni dhe të gjeni pak kohë shtesë për aktivitete të qeta dhe të rehatshme, virgjëresh e dashur. Megjithatë, çështjet shoqërore janë në gjendje të mirë dhe gjetja e kohës për të tjerët mund të jetë shpërblyese. Mund të zbuloni kanale shumë efektive për kreativitetin tuaj. Nëse e hidhni energjinë tuaj në diçka që ju kënaq vërtet tani, ka të ngjarë të ndiheni më të fortë dhe më të lumtur për këtë. Po kërkoni shoqëri intelektuale, ose mund të jeni duke punuar me dikë drejt qëllimeve të përbashkëta afatgjata. Mund të jetë një kohë për të hequr dorë nga idetë e paracaktuara se si duhet të jenë miqësitë dhe marrëdhëniet. Një frymë miqësie dhe pranimi mund të jetë me ju. Peshorja. Puna ose detyrat dhe interesat personale mund të konkurrojnë për vëmendjen tuaj sot, peshore e dashur. Të bësh gjithçka mund të jetë e mundur, por jo pa shumë stres, prandaj synoni një ekuilibër. Për fat të mirë, ndërsa dita përparon, mund të keni një ndjesi se jeni më shumë përgjegjës për lumturinë tuaj, dhe sigurisht, ky është rasti. Është një kohë e mirë për çështje praktike, biznes dhe njohje për punën e palodhur dhe aftësitë tuaja.
Idetë për përmirësimin e reputacionit tuaj, ndjenjen e të qenit në kontroll ose rutinat tuaja mund të jenë të arta tani. Por i mendoni qëllimet tuaja dhe ka të ngjarë të shfaqen ide të reja ndërsa fitoni frymëzim. Mund të shijoni më shumë bashkëpunim ose mbështetje për qëllimet tuaja. Akrepi. Është një kohë e muajit hënor për të shijuar atë që keni dhe për të kërkuar mënyra për të rritur ndjenjat tuaja të sigurisë dhe rehatisë, i dashur akrep. Megjithatë, mund të vendosni të dilni pak nga rutina për t'i mbajtur gjërat të freskëta. Kjo mund të jetë një kohë e një mundësie dashurie ose një takimi të rastësishëm që ju frymëzon. Jeni në formë të shkëlqyer për t'u lidhur me të tjerët në mënyrë romantike ose krijuese. Botimet, arsimi ose një udhëtim mund të jenë një pikë fokale pozitive dhe motivuese. Një ndryshim në modelet tuaja të menduarit mund të ketë efektin e zgjerimit të përvojave tuaja jetësore. Ide dhe besime të ndryshme mund të jenë frymëzuese tani. Shigjetari. Një frym inovacioni dhe ecjeje përpara është me ty tani, i dashur shigjetar. Je në gjendje të mirë me pronën, mbështetjen nga familja ose një lidhje të fortë intime që të frymëzon dhe të motivon. Mund të bëhesh më i vetëdijshëm për çështjet personale, të kaluarën, kushtëzimin e së kaluarës, intimitetin ose çështjet familjare, dhe një kuptim i ri mund të japë një ndjenjë të fuqishme për të ecur përpara. Lënia pas dore e kushtëzimit të vjetër familjar ose lidhjeve të pashëndetshme me të kaluarën janë tema. Mund të kesh sukses me sipërmarrjet e pasurive të paluajtshme, investimet në prona, argëtimin në shtëpi dhe rirregullimin e gjërave. Kushtet e jetesës përmirësohen. Je emocionalisht gati për të bërë përmirësime në stilin e jetës. Hëna kalon gjithë ditën në shenjën tënde dhe mund të jesh më i qartë se si ndihesh. Janë pritjet e tua të arsyeshme që të ndihmojnë të arrish atë që ke vendosur të bësh tani. Bricjapi. I dashur bricjap, sot ke tendencë të mos ngurosh me ndjenjat e tua dhe të qëndrosh pak për vete. Kjo është pjesë e një cikli natyror të hënës, edhe nëse bie ndesh me një temë në jetën tënde që të inkurajon të lidhesh, të ndash dhe të bashkëpunosh. Megjithatë, përpunimi i përvojave të fundit është thelbësor dhe mund të të ndihmojë të sjellësh veten tënde më të mirë në jetën dhe projektet e tua shoqërore, prandaj sigurohu që të gjesh kohë për të gjetur qendrën tënde. Në fakt, ndikimet të tjera sot janë të forta për miqsinë, partneritetin, projektet dhe komunikimet. Mund të punosh për t'i dhënë fund qëndrimeve, problemeve ose situatave kufizuese që të kanë penguar të shprehesh lirshëm. Është koha për t'u përqendruar në vetë përmirësimin dhe për të ndërmarrë hapa drejt një stili jetese shumë më të përmirësuar. Të tjerët i shijojnë idetë dhe njohuritë e tua. Mund të jesh veçanërisht shpikës, duke mbledhur informacione që të tjerët i anashkalojnë. Ujori. Hëna e kalon ditën në sektorin tuaj shoqëror, i dashur ujor, dhe ju doni të diversifikoni ose të kaloni më shumë kohë në aktivitete të lumtura dhe përmbushëse. Jeni gjithashtu në gjendje të mirë me të ardhurat, financat, punën, shëndetin, karrierën dhe rutinat e përditshme. Mund të ndiheni veçanërisht të lumtur me atë që po bëni, punën tuaj ose mënyrën se si përballoni punët tuaja të përditshme. Mund të jetë një kohë për të gjetur mënyra të ndryshme për të menaxhuar problemet shëndetësore ose për të krijuar një mjedis pune më të lumtur. Po sillni ide të freskëta dhe origjinale në rutinat tuaja të përditshme dhe mund të jetë një kohë inovacioni në çështjet praktike, duke përfshirë paratë dhe punën. Ndërsa kënaqeni pak më shumë se më parë, produktiviteti përmirësohet. Peshqit. Energjitë e sotme janë mbështetëse dhe praktike, të dashur peshq, ndërkohë që arrini të qëndroni miqësor dhe pozitiv. Aktivitetet e përbashkëta mund të jenë veçanërisht produktive. Po fitoni një fokus të ri për të rirë, një ndjenjë aventure, angazhimi dhe vitaliteti këtë javë, dhe kjo është gjallëruese. Përparimet mund të ndodhin në dashuri dhe në çështje që mbështeten në rezervat tuaja të guximit dhe kreativitetit personal. Një hobi i veçantë ose kanale argëtimi mund të jenë në prag. Një frym optimizmi ndihmon në sjelljen e mundësive të reja në jetën tuaj. Energjitë e sotme janë të fuqishme për të thyer qëndrimet dhe frenimet negative. Jeni veçanërisht të gjallë dhe të lumtur të ndërmerrni veprime nëse e dini se kjo do t'ju përmirësojë jetën. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.